Në fshatin Napërbisht, komuna Soarekës, bujqit e kanë kuptuar rëndësinë shfrytëzuese të tokës me bonitet të lartë në pika kultivuese të bimëve intenzive bujqësore. Kjo që u tha tregohet me investimet që janë bërë dhe janë duke vazhduar në ngritje të serave, brenda të cilave kultivohen fidane perimesh, perime për konsumim të hershëm e lule. Qendra për kultivim, shitje e grumbullim të perimeve shala produkt nga viti në vit po i shton e jetëson investimet për shtim të sipërfaqeve nën sera. Pranvera po afrohet, atë nënkupton edhe intensifikimi i punëve në bujqësi. Po, pranvera ka filluar më barë, kushtet janë përgjithësisht mira, të falenderoj Zotit, edhe moti është shumë i mirë, shina ka në radhë të mira shumë, po edhe punë tash hapen në përgjithësi sikur në sera edhe jashtë. Kur është fjala të serat, sipërfaqet, a janë si vitin e kalum apo janë shtu? Ja, janë shtu sipërfaqet, them që mos ta bëjmë përqindje, po çdo vit sipërfaqet me sera shtohen. Në pjesën tonë ku jemi na këtu shtohen. Sa keni në sera ju? Na për momentin, tani kemi pas 1 hektar 20 hektarë, tani kemi 1 hektar gjys me sera. Krahasu me vitin e kalum. Krahasu me vitin e kalum. Fitimet kanë ndikuar në shtimin e sipërfaqeve apo diçka tjetër? Edhe fitimet, po ka ndikuar edhe Ministria e Bujqësisë. Këtë vit kemi, do të thotë vitin 2017, në fund vitit 2017, kemi fituar një grond 4 hektarë sera. Ne ja kemi shtuar 20 hektarë tjera, do të kemi po 60 sera të reja, kështu që tani ja kemi heka disa sera të vjetra që kemi pas me armatura, që na ka shkuar nayloni për çka do. Ato i kemi eliminuar gjitha, kështu që si vjet që ndrojmë më mirë. Duhet i thuhet faleminderit. Faleminderit shumë shtetit ton të ri. Po shihet dora. Po shihet dora shtetit, është dorave fort, dorë madhe. Kemi qef me pas pranë gjithmonë. Përgjithsisht deri tash në ekonominë e ju sa keni investuar? Qoftë mjetet Ministrisë Bujqësisë, qoftë mjetet vetanake. Mjetet përgjithsi. Përgjithsi. Për zotin nuk i kemi, po veç na gjithë të themi mas luftës, në sera edhe gjitha që shka duhet bashkë me projektet qeverisë gjitha e kalojnë 200 mijë. E kalojnë 200 mijë. Kush punon këtu? Familja apo keni edhe punëtorë të angazhuar? Familja në përgjithësi 15 anëtarë, bashkë me vllazën, edhe punëtorët sezonal, sa të mundemi, sa na duan.